kapi. Me dhonë është të lujtë si mota me minin me neve. Na pipina knena, a i pëdela nena. Në ujrat e Adriatikut, e kësaj here përballë Shëngjinit. Aty ku deti duket I qetë në sipërfaqe. Fshihet një krijesë nga më të fuqishmet të botës ujore. Tuna e kaltër ose e njohur si bluefin tuna. Një grabiqar I lindur, me një shpejtësi marramense deri në 70 km/h. Duke përshkuar distanca të gjata në mesdhe në kërkim të sardeleve. Trupi I saj është një makineri perfekte, ndërtuar për ndjekje dhe mbijetesë. Tuna e kaltër është një ndër peshqit më të vështirë për të kapur. Ai lufton me orë të tëra. Sot në brigjit e Adriatikut jemi në kërkim të kësaj krijese legjendare. Këtu! Përbara tunën! Ta kapim tunën! Jo tunën, jo! Tunën! Se menon tuna si dihet që ato, jo. Kjo nuk është vetëm një aventurë peshkimi. Është një përballje me një nga gjigantët më të fuqishëm të detit. Koko, një 10-15. Përshëndetje djem. Hajde. Jena me do djem shumë të mirë të lezhës. Si je? Mirë. Mirë. Tore si je? Mirë bak. Ku jemi në cilin pjesë tash? Tu vllaj ku jena në parkun kombëtar Kun e Vajin, pjesën e Vajinit. Jena në lumin Drin, jena drejtu drejt derdhjes për daljes në det. Këti mrekulli e me si që shë vetë është parajse vërtet. Amazon e vogël. Si, definitivisht. Ka kohë që peshkon këtu edhe je peshkatar kështu në tradit. U bon dër vite vllajko. Që nga mosha 12 vjeçare. Që kam peshku në këto zona në këtë vend. Si ndonë që në detë. Kjo është smunje, kjo është pasion I shmenu më vllajko. Çdo smunje mund kurohet, kjo jo. Shumë kanë thonë që është smundje. E të meshpe. Belej miki jemi nga Gilanit, po. Më thot Flor një gjë, thot. Shetita gjithë Europën më burë, thot. S'kam në farmaci, po thot, si se gjeta një ilaç, thot, me kuru këtë smundje. I thasha, s'ke për ta gjetë. Është pasion I bukur shumë vlla. Që shumë dore me qenë pjesë e peshkimit nga familja apo rasti? Është me trashëgimi, e kam me trashëgimi, si nga ana bab, si nga ana nans. Djante gjasheve, po, ndër breza, 3-4 breza peshkatar. Këto rjetat cilat po I shohim këtu, qazinet këtu, apo? Bilangje quhen, është një mënyrë gjëtje tradicionale, po, tradicionale, shumë e hershme. Ka lumi man, qefull, levrek, ngjall, vllojshmëri të ndryshme.
Varet periudës, a? Po, çdo gjë është sezonale. Sikur zhvilloi ullum pjesën e guidave, me fjalë çdo llojshmëri ka atë sezonin e vet. Tash cilën sezon jemi tash? Ky sezon jena në sezonin kulminant, big game, që gjujmë tonin. Tonë? Po. Teknika spinning quhet, që gjujmë me imitacione, me mashtrus. Edhe për fat mirë, zona jonë është shumë e pasur, nga ky lloj peshkut. Zona jonë, gjiri i shëngjinit. Sepse shumë një drejtojnë pyetjen, pse Flor, si ka mundësi edhe të huj që vinë, si është e mujtën gjithë këtë ton, si është e mujtën bluefin tuna në këto cektina. Po, jo thëmune. Edhe kam një të fort, ta thot Flori. Është një logjike plot, po të kapish, është një relief. Shtrije, vizë bregdetare, nga derdhja Bunës deri te kepi Radonit. Nuk është shumë kilometra, pak kilometër vi bregdetare është, derdhen 5 lumej vllazko. 8 laguna, me fjalë nuk futun gjitha kontinentet, po nuk arrin ta gjesh një relief tillë, me kaq distancë shkurtër, për afërsi grykat me njëra tjetrën këtë lloj mënyre. Prandaj gjitha këto janë habitat. Nga ka fali madhe zot, duhet me rujt, ha? Jena të privilegjum, Bravo. për Zotit, me këto mrekulli që kena. Flor, zakonisht wicket tuna kur të shen. Yeah. I kanë ato pajisjet me cenzura, me... E shohin tunën ka po jetë. Po, vllazë, Ti ç'është quhet shja? fish fonder. Ne bëjmë këtë gjë ti sepse ajo lloj gjë ti është tjetër teknik. Kjo teknik që bëjon është në spinin. Me fjalë kontrollin edhe gjetjen e tunës, e bluefin tunat, e njegim vetëm me sy me anë pulbardhave vllazko. E shohim sipërfaqe sepse shkon kështu kjo pjesa. Pulbardhat njegin sardinin, han sardinen. Tufat e tunës njegin sardinin sipërfaqe edhe shkojnë e hajnë. Po një tuna kur kap që bën hangmen, mund të kapin 10 copë, 15 copë, edhe 2-3 mund t'i dalin, edhe pulbardhat e njekin, që të merrin me turinat e këtij. Edhe ne tonin e gjejmë. Ja ku e kena atje sipër vllazko. Sipër ka i loj shumë bukur. Ja sipër. Atje u turën pulbardhat dhe doli toni këtë sipërfaqe. Ja ku janë edhe pulbardhat tjera. Tyre pulbardhat atje. A e pa veton, a mund të shive ku e kemi larg. A e shef Qyre pulat? tuni, qyre Ja, ku po ja, ja tuna. Wow! Ato janë gjithë 25 kg, 30 kg. E pa që, opa! Wow, my god! A ishte spektakolare. Urno! Po, da, që atje pas ka flet. Opa! Opa, bra. Wow! Ua, që. Ja bluefin tuna. Tyre ku e kena tunën, Ja, bravo. Jem dalë me li pulbardhat. Ku ka pulbardha ka edhe tunë. Po, radari i kësaj varkës këtu janë sytë e këti. kjo është krejt aftësia ma kulmi kësaj lloj gjëje vllazko. Ta shofi sa ma parë, keq instinktin e fortë ta shofi sa ma larg e sa ma parë. Hajte dhone për këshyri pak. Okej. Që, a po? Uuu, që. Deri sa kilogram mujnë me shku këtu edhe a jenë sensitive ndaj zhurmës? Përsa i përket zhurmës nuk është sensitive, nuk e ndjen. Ky është vetëm ushqimi, sa predator shumë i shkallë, shumë i fuqishëm vllazko. Tepër agresiv, po ka një shpejtësi marramense, shumë i shpejtë, arrin deri në 65 km/h. 65 km? Po, bluefin tuna. Është shumë i shpejtë. Ja, po na u shfaq aty. Po. Mund ta kesh prena 10 sekondash mund ta kesh 500-600 metra në largësi. Shumë i shpejt. Han ato sarjet, bop, dhe shduket. Çfarë largësie prej tokës temi ashtu, ose çfarë largësie ndeti rrin zakonisht, sa edhe ajo në tufat mëdha kështu. Kuptoj. Ta shpjegon Flori. Kjo është peshk i fellësive të mëdha vllazko. Edhe vjen në periudhën e pranverës, fillimit pranverës me fjalë marsi-prilli, që i afrohet brigjeve. Ja ku e kena atje një tufë shumë gjigante, shumë të madhe poshtë, po që u shfaq. Zëne. Edhe vjen gjatë pranverës, fillimit pranverës, se vjen të ushqehet. Me fjalë me rezerva për udhtim. Okej. Që shkon thellësi të mëdha. Edhe në përishur ka Kroacie këtu, edhe në Maltë, që bëjë gjëti e tonit. Se ky udhton shumë.
si peshk. Ka masa mallështore, tufa mallështore që mund t'jenë mbi 200-300 kokra, 1000 kokra, po. Ki pa kështu? Po patjetër, po valla. Shumë. Dhe gjini jonë rrifet shumë nga toni, sepse ka habitat. I fjalë Sardelia, edhe është edhe pjesa e Çukës, që vjen për ujnave tane, për derdhjeve të lumeve, afrohet afër tokës. Sa ka qenë rekordi jëtë? Ka qenë në 2000... Edhe sa gjatë është desht me luftu, a? Po. Ka qenë në 2023, një blufin tuna 26 kg. Se gjuja? Qa është ke bisha shakër, bur. Jo, prit. Ha, ton. Afroj dhe pakët. Afroj dhe jere ton. Do, shtet se ka kap ton. Ngrije. Një moj flor. Ni. Opa! Mash, opa! E tani në vrili. Toni me ton! Hajde zëvra. Mashallah. Dy luftim shumë jashtë. Kam ne mbi 1 orë 36 minuta për ta nxjerrë jashtë. Dy luftim shumë jashtë. Bravo. Ai ka qenë rekordi. Kurse këtë vit, ky sezon ka qenë shumë i pasën me tuna. S'ka pas ndaj vit më të pasën, me prezencë të blufinit, tonit. Blu. Kjo kryes gjigante mund të peshoj mbi 600 kg. Sa një dem i madh, ndërsa jetësia e saj arrin deri në 40 vite. Në tregjet ndërkombëtare, kjo specie është ndër më të shtrenjtat në botë. Një individ i vetëm është shitur për mbi $3 milion, duke fituar nofkën ari i detit. Po, ja s'pesha. Okej, po pesha ta. Atja ma shumë e bukur. Qër adrenalinet tjetë i drill qujt. Qër adrenalinet jam mësu me të, dhe prapë një adrenalinet si për e të parë. Shive. Wow, kja ma se bukur. Spektakolare. Wow. Bravo, po të mëdhaj, ha? Oh my god. Wow! Ja ishte big up. Të. Woo! Rujtë. Kas. Hajde më rezet. Atje shkoj, a shë sa na u largu, shiqor distancet, moj u lëshkë. Qëre kjo? Ua, kapi! Ua! E kope? Po një atak, po nuk ka mojë. Ua! Po veç kërë ataku, e kape? Shumë e kope. A e zuni që ato? Ja, se mojë. Je, po. Klasë se të mërë, që ku e boni amullin ton, që ku e ke parë. Bravo. Dyqysh në ashtë ajo do këtë pak kështu që po silëm këtë, po këta djenë ku ka si radar, dhe më thonë të në kohën jenë kryte kanë qështu qërë, dhe një intervjist për vreni që të në kohën është u këty flori herë kënina herani. Jo, sytë e Shqipunjës, të pulbordhët. Bravo, Klot! E ma në fund. Më na qmeri marë pisi. A varë, meri. Nuk dhe pak preksioni, Klot. Jevi se doli ke, Evi. Mashallah. A, bravo. Hajde, Klodi. Mashallah.
Maj do të kërberti të me laj. Që e të përdorë që atë? Tash i do i provojmë kolore të tjera vllazë, se mos i bëm 3-4 prova, masa tonit edhe nuk e deshti, tu tregon se mos do ndonjë kolor tjetër, ndonjë ngjyrë tjetër varësi të ushqimit që ato gjujt. Edhe koloret edhe këtyne të mituzve, të imitacioneve, ndikojnë edhe te pjesa e diellit. Rancin diell, po. Halucinacionet që bëhen që i duken, ndikojnë shumë vllazë, edhe duhet me bëj shumë teste. Pra ne mahen gjithë këto. Sa mënet me kushtu në kësi? Janë me qindra mija marka. Po ndër markat ma prestigjioze janë 2 markat japoneze, si Shimano dhe Daiwa. Edhe ky që shohim këtu, kjo është Zenach, Tubizo Zenach, ndër kallamat lider sot në botë, është i bën në mënyrë artizanale. Shkon kushtoj shumë shtrenjtë vllazë. Shkon deri 1200 euro, 1300 euro, vetëm shtaga. Kurse makineti është American Van Stall, një fjalë saltwater i bën për ujnat kripuna, rezistent. Shkon te $900, $1000. E fjalë janë të kushtueshme. Po, të tonit kushtojnë vllazë. Po ashtu edhe. Po, jo, fortes, rezistencë, cilësia karbonit, cilësia fijeve, jetëgjatësisë që kanë, forca tërheqëse reduktimi që kanë, janë shumë faktorë. Plus si atëri fillojmë të imitacione se këto janë smurnje. Për ne gjithë ju thom, kujdesni vetëm me imitacione mos u smurni. Se janë mikrobi gjallë, ja ke 200 copë aty, ka sa orë bom që kene dalë bashkë edhe 2 orë, kena përdor vetëm një, ato rrinë kotë, pushojnë aty pinë kafe. Plus që janë edhe shumë kushtueshëm. Po ndër markat më prestigjioze të imitacioneve është Jackfin. Është markë italiane që bën në mënyrë artizanale me dru. Dhe janë shumë kushtueshëm, shkojnë 80 euro, 100 euro, 120 copni. Ne imitojnë këtu cilin peshk? Peshkun. Kjo është skumbëri. Skumër si që thonë tamam shqip. Por kjo është sardine. Kjo pjesa e peshkimit, sporti i peshkimit ka lloj fare xhelozie mes njëri tjetrit. A ka xhelozi? Shumë të shpejt në biles. Edhe unë kam pas një shprehje gjithmonë vllazko. Kam bërë çdo lloj tekniket që i përket këtij sportit. Gjitha me super trofe, me shumë rezultate. Ndër vite. Kam dalë një përfundim. Ky lloj sporti nuk ka unë. E kupton? Je mjeshtër, okej, e merra titullin mjeshtër, gradës. Ama unë nuk ka, sepse kjo teknologji pa fundësi vllazko. Pa fundësi, si nga ana teknologjisë, si nga ana e dhëshmërisë të peshqve me fjalë. Çfarë don sot, mund të zësh sot me diçka, po nesër nuk t'i bjen me atë, don diçka tjetër. I fjalë çdo ditë është në rrim. Bravo, kjo është. Si bëhet për tuna. Kjo është bright, me fjalë përlon. Kjo? Po, kjo përloni, është në thurje. Kurse kjo është quhet lidhje FG. Japoneze si shpikje me fjalë e lidhjes, që bashkohet me najlonin fluorokarbonit. Për arsye që kur të bëmë mos më javu këtë pjesën e fluorokarbonit, toni, kur e kap tuna, këtë mund të presin me pen trupit kur kthehet e bën devijimet, lëvizjet. Kurse kjo është rezistente, nuk mund e këpusin dot. Okej, po se kjo nylon. Po, është fluorokarbon, është apastafat për atë pjesë, me fjalë duron ngryrjet. Edhe kjo pjesa tjetër masane duhet shumë e sofistikuar, shumë e fortë. Kjo pjesa e fortë. Po, e lidhjes edhe kjo është gjirel, quhet gjirela, plus me snap unaz ose kapse. Po do të shumë precize. Ti veti bën, ha? Po, gjitha. Xavier. Şöyle al. Şöyle.
të lujnë që mota me minin me neve. Na pipina knena, a i pëdena nena. Para me në dej 65 km në orë. Shmeci. Qelem qelë sytë i ki të plaza. Bluefin tuna është një migratore e lindur, që përshkon mijëra kilometra pa u ndalur, duke kaluar nga një det në tjetrin. Një nga veçoritë më të rralla është se ajo mund të rregullojë temperaturën e trupit, një aftësi që zakonisht gjendet tek gjytarët, duke e bërë një makineri perfekte për mbijetesë. Hidhja, plasja. Nuk e don? Ui. Valla i ndini që dhej si tash, nashta i madhi zët veç a e din, po edhe unë jem të e një, kështu që jem të ndjen. Që për shumë, se toni faktikisht është shumë i vështirë, mund dalish edhe 10 herë, nuk mund qellosh një. Sepse është trofe shumë i madh. Bluefin tuna për një peshkatar është ëndër. Ëndër me sy hapë dhe kur e merr gjumi i ka sy hapë dhe shikon atë ëndër. Sa i ke zonë ti? Qëtë sezon? Qëtë sezon kam thënë 11 copë. Bosh. Koko, një 10-15. Va. A jena në Amerika, ku jena? Hajde, normal, a i nota, një 20-30 copa. Jo, kështu vetëm gjithë, o marrë një dishet. Malë shtore. Se zdon. Qërë teknikat? Teknikat, vllashko. Na kena pas fatin, më të malë, si zonë, që ka krejt gjiri shëngjinit. Me fjalë, nga derdhja bunës dhe e ke piradonit, përdori shumë teknika ndër vite, kam praktiku shumë teknika. Si ndër shumëta janë bolonjeze, gjëtia me tapë që gjymë levrekun, kocën, bizezen, shumë është llojshmëri tjera. Kjo gjëti në levrekun, sidomos, praktikojmë shumë, sepse zona jone është shumë e pashtull me peshkun e bardhë. Peshku i bardhë është levreku, me fjalë që është autokton. Është levreku edhe qefulli. Edhe qefulli e gjymë, po ma pak. Kretë ma pak, se i detit ka një 2-3 lloj që vetëm një lloj i bjen, me fjalë, është vjoshi. Veshari shumë i rralla, veshari bunë, si thëmë, që del nga buna që futet në det. Edhe gjymë shumë llojshmëri, si levrekun e gjymë spini, po janë është atrecatur tepër ma e lehtë, krejt atrecatur ndryshe, me fjalë, ma e lehtë, jo ka qeron sa kjo. Gjymë licën, sezonin e verës, sira, lica, sira, se nga jugu i thonë sirë, këte i thojmë licë, edhe është shumë predatore fuqishme, sidomos teknikën spinim të gjysh me top water, është për shumë luftarak i të mërshëm. Tjera, kena gofen, amberjack, si që i thonë në gjuhë anglisë, po flasim, më dhe kështu është të ta kuptojnë gjithë, edhe e gjymë me vertikal gjikin. Kjo prapë është teknik tjetër, me gjikin. Gjikin janë këto të plumit, vllashko. Sigur është kjo këtu, sepse ato quhen janë plastiku, se kjo quhet gjik. Edhe e gjymë me vertikal gjikin, e gjymë masën e gofës, e gjymë me sonar, ajo vjen në sezon vjeshte, fillim vjeshte, fillim shtatori. E gjymë me sonar me fish founder, edhe e gjymë vertikal nga poshtë, po ka shumë masivitet madh. Kur vjen me tonelata, me masivitet shumë madh. Masanej kena gjëtin e Valentinos. Valentino gjyhet me plumqe, me karrema, me kërma. Që gjymë bathta në fellësi, gjymë dentalin, gjymë spalcën e kuqe, dentalin e vogël,
e shumë llojshmëri të tjera. Zona jonë është shumë e pasur. Vjeshta është kulmi. Ku mas mirë Po, të po, vjetë. mas mira se zona e vjetër. Fillojnë nga shtatori, tetor deri ka gjysa nëndorit. I fjalë, kemi levrekun, kemi licen, lojben, skumrën, tonin, pallamitin, aleteratin që e gjujmë shumë, që mushet, zona jonë këtë gjini mushet, është një shmenuri e vërdet. Sezonet tjetër dimi gjujmë vetëm levrekun boloneze. Me fjalë dimi është shumë i thatë, vetëm sa i përket levrekut. Tash ka, me fjalë funi i prillit vazhdon edhe koca. Koca mreti, që i thonë mretresha detit, ajo është. E gjujmë me mënyrën bolentino, me plumqe, me meze, ka llojshmëri të mezësh të ndryshme, karkaleci kunes, karremat me fjalë. Kryma ka shumë llojshmëri, tregoj një rekord që thyva. Jo këtu të vendit, po të paktën për Ballkan. Mos tonë në Europë mund t'jena në vend tret me atë rekord koce. Po, 4 kg 600 gram. Po, 4 kg 600 gram koca. Në këtu në gjinin e Shëndinit, ka qenë 14 metra, 15 metra thellësi. Pra ishte diçka shumë e rrallë, sepse ajo lloj koce nuk i rrif brigjet tona. Po dhe ishte shumë e rrallë. Po ka habitati që ka këtu, kërkon ushqimin, ngrohjet e ujnave, temperaturat e ujnave ndikojnë shumë. Atëherë edhe shkak i ngrohjes ujëve kanë ardhur shumë predator, po afrohen shumë predator të tjerë që ne nuk i kemi njohur më përpara. Çka po vjen këtu që s'ki mujt me pa në ashta para 20 vjetë? Bravo, ti thot Flori, është mahi, lampuga, ose silo, është lica egër i thojnë këtu vendasit, është një peshk jeshil, a është peshk oqeanik. Ma përpara këtu kur ka hyrë nuk e ka njoft, mund të ketë 25 vite, s'ka më tepër, që nuk ka kenë në zonat tona, edhe që është fut, ose edhe pjesa Barakutës, zona jonë me fjalë, Adriatiku nuk ka majtë Barakut, sidomos zona jonë, asnjëherë. Jugu po, joni po, ka pas Barakut, kurse 2 viteve, 3 viteve të fundit është afru Barakuta, që gjujmë teknikën spinin, bashkë me licen e se janë peshk, quhen peshk pelagjik. Gjithë të peshqit që gjujmë spinin quhen predator pelagjik, me fjalë pelagjik sipërfaqësor. Ajror nuk janë si koca, kështu që janë toksore, që patrollojnë tokën. Është rrezikshme, ka diçka këne që sillet? Jo, vllazko, jo, shumë. Friksohen njerëz shumë. Jo, shpesh ma drejtojnë këtë pyetje pjesën e peshkaqenëve. A ka prezencë? Ka, nuk ka se s'ka prezencë. Por nuk janë të rrezikshëm, kështu që mos të kenë pikë frige. Unë kam një jetë vetëm se s'kam lek këtu ndet. Edhe emrin e kam Flor, jo peshk. Edhe kam pas raste qindra herë që kam has në peshkaqen, lloje të ndryshme, duke fillu te blue shark, tiger shark, blue, peshkaqeni blue që është rrezikshëm. Po ka diçka, sepse peshkaqeni po ta studiosh thellë, është një lloj predatori që nuk gjun kur del jashtë territorit vet. Me fjalë është grabiqar territorial, si puna luanit, kush del nga kopeja vet, që përjashtohet nga kopeja, ose t'i bim ma thjesht kështu të mon troq, të marrim një qenë sharrit, në bishk sharrit, hajde lëshojë, nga zingjirët atje tjetë ma egri, ku është në të zonë, vim të lëshojmë lesh, hankene i turët kuj? Jo, sepse ka të ndrojtin. Edhe këto peshkaqen që patrollojnë zonët tona, i që orientojnë rrymnat. Me fjalë hupin që orientojnë, edhe që orientojnë nga rrymnat. Një rryma e ftohtë Bravo, dhe futen. sepse që t'i japim i përmile tamam binse, argument plot, nuk ka një sulm të vetëm, me thonë që sulmoj peshkaqeni, as në Adriatik, as në Jon, kurrën e kurs. Po, një ditë e jotja ma e vështira që ke pasë në ditë. Ma e vështira, vashko, deti është rrezik, deti do respekt. Do respekt, sa është forcë mbi natyrshme, do respekt. Kena has vështirësi, shpesh herë na përballë me kohën që jemi kështu, po faktikisht gjiri Adriatiku, gjiri jonë është i qetë. Bota e qunë liqe. Gjithë kuj që vjen këtu a liqe, thot, Adriatiku është sajlin liqe, thot. Me fjalë nuk ka detat shumë problematike që mund të sjellin rreziqe të mëdha. Përjashtë me jugun, me Jonin, është shumë më jashtë, shumë më egër. Sa Adriatiku është i qetë. Kemi jetë kështu në herë rrezik për jetë ashta? Po, ka pas 2-3 raste. Po me nimin e Zotit, kam marrë Kur'an, kam luajtur Zotin, kam marrë forcën, ja kam dalë. Kam qenë, i thojmë ne, sipër batllave. Battlat janë disa vargmale, që ne i quajmë battlla. Vargmale që fillojnë nga ishujt Krat, edhe përfundojnë përtej Kepit Radonit. Janë male në New York, mal. Edhe ishim shumë larg, mbi
14-15 milje largësi. Edhe nolli defekt motor. Njerë shumë e fuqishme. Qoj deti ishte prishje kohë, kishte dal jashtë parashikimit krejt ty në aplikacioneve, nuk e jepshin fare, me i fjali ishte pa parashikueshme, sepse është kjo periudha pranverës ka luhatje. Mund të ndrojnë deti, mund të ndrojnë 4-5 herë mrena ditet, po ti që nuk e pret, e parashikon njerëz si mas aplikacionit, po del jashtë parashikimit aut krejtësisht, sepse veta i thot parashikim, thot, e parashikojmë sikur shumë, se çan holl atëherë, do të me qenë vetë koherent. Po ja kena dalë. Nuk ka se kena pas në rrezik, me fjalë kulminant. E rregulluar. Jo, po. Gjallë jena, po flasim. Aq. Tunën! Të menon tuna se ndijo që ato, jo. Just me sheni me sy një herë, po që atje ka shumë tuna. Sta shëshonë si ma i miri. Fjet. Gjasja. Ama të. Alo. Hajde me rezet, kape një. Se donë? Ue, kja është minuri. Donë. Sa mujnë me qenë këtu? 23 kisha krejt, mos, krejt blufi. Sa mos njën 200 copa? Ma tepër ishin me mija më vlashe, që ashe krejt zonë. Imagjino sa halë si përfaqe, e sa mund t'jenë poshtë. Si po një të ditët. E qëto mu kam ledha? S'patëm na faktër. Po qështu është, e ka ditën edhe për shkatari, ndëllë që mësë më këty bësh. Po asë diskutohet, se pjesë e lojës është edhe kjo. Pa ne të vjetërit tonë kanë thonë gjithmonë qëllofsh. Po, variantë të shonë se pat me pot, bje pe. Po, sa të Loja toni full, po ndikoj shumë kjo vrancina. Moti ka ndiku shumë sot, pjesa vrancinë. Se të kështë djeli... Po, pa tjetër, sepse këto imitacionet, këto vla qo, që si kanë alucinacione, me fjallë kanë shnritje. E tërheqin. Po, e tërheqin. Do të reflektojnë rrezet e diellit në dhe, që të t'japin rreze këto. Na mujnë me shku me hongër, bro. Po, Ama aj me nuk desh, shpajna. po i sholla. Ato bilek i zonë. Of mo, në Tigan është. Ytë zoti. E, kështu e muna. E, vrejta.
Si e? Ha? Sto pa heku për i dasë, mos të Si e? garmusja. E Si jeni? mirë? Si e? A mu nërë? Si ka dove? Si u shkoj? Qa bune? Gjytë peshk? Provum. Okej, Nuk zgjat. okej. A si sen, a? A i sheshin të kërcikshtë. Hajde, Niko, qa. Vla. Përshëndetje, atëherë. Kjo është ajo që ne ofrojmë aktualisht. Është mërluci, është barbuni, është spalca ose koce kuqe ose dental, për është familje dentalit. Janë ngjallat që tash janë fund sezonit, është gjuzo që është sezonin e vet, sepjet e freskëta dhe oktapodi që gatuan shumë mira. I venit, po. Po, gjitha Këtë janë të vendet. det Adriatik, pra është zona Shëngjinit, Kunevainit dhe pjesa e Tales. Faleminderit shumë. Top, ha? Va. Atëherë, kjo është kocë, është e Adriatikut, është kocë e freskët, dhe është gatuar në furrë për 35 minuta me pomodorini, ullin, kapri, verë bardh, edhe pak lëng limoni. Shumë mirë, përdohet, ferma. Sa vjetë të bënë në kuzhinë? Atëherë, unë po bëj 14 vjetë në kuzhinë. Eksperiencë si në Shqipëri si në Itali, mos shumëti në Shqipëri, në zonën bregdetare, por edhe pjesën e agroturizmeve që njoh shumë mirë. Ma në fund të punë e bësi vetës. Po mundohen të punojmë për vete, më mirë. Se me gishta këto dëtë. Ha? Peshë shiot në durë. Kjo është shpreje e vjetër. A dikur vjen ai momenti që së nalesh? Qa? Shumë i mirë. Fel. Që këta dy venalit, s'hajnë peshk. Shtu i ka ardhe. Ky emision mbështetet nga Uji Rrugove.